Prandaj do të kemi kujdes. Hajde pone të shkon fotën do të sot sojdove sport. Po të kanë, ti bashkë me ta tjerë, jeni kujdes maksimum, që qëtë persone që to, e cila nga ka bom një mirë, as delegat të kuratës këti të shpilo, e kërë në Majlina Kelmendi. Kjo është mbledhja e Asamblesë së Komitetit Olimpik të Kosovës. Drejtuesit aktual të Kokut ishin kujdesur që publiku të mos i shitte kur këto pamje. Indoks ekskluzivisht për herë të parë sjell pamjet dhe debatin e ashpër që u bë brenda Kokut. Rezultati që dolin nga kjo mbledhje e kontestuar që në fakt la jashtë organeve kryesore drejtuese të saj federatën më të suksesshme të krejt komitetit Judon. Flasin për Indoks ata që po denoncojnë udhëtësinë aktuale të Kokut, ekspozojnë presidentin e kësaj organizate sportive për dallavere. Ngrin dyshime për veprimet e palishme, keqpërdorime financiare, e përmendin edhe vepra penale. Ajo me të drejtë cilësohet si legjend e sportit të judos. Ajo me të drejtë konsiderohet heroin e Kosovës. Me 3 dekadat e jetës së saj, Majlinda u bë fytyra e Kosovës së sotme, që e bëri shtetin tonë të tillë çfarë e duam. Flamuri kaltërverdh valoi majave krahas flamujve të shteteve më të mëdha anë kënd globit. Fal triumfit të Majlindës. Majlinda është ëndra jon e realizuar. Është vërtet heroina jon. Po flet e para e Republikës. Po flet për Majlinda Kelmendin. Presidentja Vjosa Osmani në këtë ceremoni i ndau çmimin e heroinës Shote Galica, kampionës së judos Majlinda Kelmendi. Për më shumë, ajo në këtë fjalim tregoi që kjo sportiste, e konsideruar si krenaria e kombit, do të vazhdoj rrugën e saj duke u angazhuar në sport, tash në forma të tjera, nëse jo si judiste aktive. Por, apo ndodh kështu vërtet? Prandaj do të kemi kujdes. Hajde pone të shkon fotën do të sot sojdove sport. Po të kanë, ti bashkë me ta tjerë, jeni kujdes maksimum, që qëtë persone që to, e cila nga ka bom një mirë, as delegat të kuratës këti të shpilo, e kërë në Majlina Kelmendi. Kjo është mbledhja e Asamblesë së Komitetit Olimpik të Kosovës. Drejtuesit aktual të Kokut ishin kujdesur që publiku të mos i shitte kur këto pamje. Indoks ekskluzivisht për herë të parë sjell pamjet dhe debatin e ashpër që u bë brenda Kokut. Rezultati që dolin nga kjo mbledhje e kontestuar që në fakt la jashtë organeve kryesore drejtuese të saj federatën më të suksesshme të krejt komitetit Judon. Kjo federat, jo vetëm Majlinda Kelmendin, por edhe me sportistë të saj, i ka sjell dhe vazhdon t'i sjell medalje vendit. Flasin për Indoks ata që po denoncojnë udhëtësinë aktuale të Kokut, ekspozojnë presidentin e kësaj organizate sportive për dallavere. Ngrin dyshime për veprimet e palishme, keqpërdorime financiare, e përmendin edhe vepra penale. Po kërkojnë edhe largimin e tij vetëm pas një viti në karrigen e pushtetit. Ismet Krasniqi.
Besim Hasani, Linda Shala, Besim Hasani, Ismet Krasniqi, President i Komitetit Olimpik, zgjidhet Ismet Krasniqi. Është momenti kur në kryet e Komitetit Olimpik të Kosovës u zgjodhi Ismet Krasniqi. Duar trokitje e urime, lavdia nuk do zgjaste edhe shumë. Një vit pas zgjedhjes së tij në krye të Kokut, që ishte në mars 2021, një mbledhje tjetër u thirr nga komiteti. Disa antarë të pakënaqur me mënyrën se si po udhëhiqte ai këtë organizatë sportive, po kërkonin që në rendin e ditës të futej vot besimi, ose më thjesht që të nisej procedura e shkarkimit të Ismet Krasniqit. Kjo u pamundësua dhe ata që e bën krejt këtë nismë kanë treguar për indoks se si Krasniqi e shmangur rënien nga pushteti. Kjo është e ngjashme sikur ma herët s'po ditë është jes bërë që atyne, përvësej 89, u konë kuvendi Kosovës, kër u konë do të të maherët, janë ata delegatë Marem Shabani, Bujar Gjalla dhe të tjerët, kur përmendrunin në kodet të kushtetutës të vitit 1974, pushteti atëherë sërbë, kanë përdorur elemente tjera, kanë fu do të deputet, pa kanë deputet, në mënyrë që veç mu po durët e tyne dhe ata mendru do të qatë denë. Ismet Regjepi udhëheq me Federatën e Automobilizmit e Kosovë. Ai në këtë intervistë gjatë për Indoks ka folur për të bëmat e menaxhmentit aktual të Kokut. Ai nuk po flet vetëm tash. E kishte ngritur zërin me kohë, edhe në asamblenë në Kokut, që drejtuesit e saj tentuan t'i mbanin pamjet e saj larg publikut. Atë asamble ka ndodhur gjithçka veç asambleja normal, asambleja punës që shokon, do të nuk ka ndodhur për arsye se aty s'është leju do të as me diskutu për problemet. Qysh start do të organizatori këtë rast personi për gjest, kryetari i Komitetit Olimpik, ka pas do të një plan se qysh ka me menaxhu, edhe plani i tyre ka që mos me lë më zhvillu do të më tepër se dek po dojnë. Ku dek po dojnë do të në koron. Ata nuk kanë leju, më konstatu se kush ka drejt, kush është aty prezant, kush ka drejt me konë si delegat. Që do me thonë sa për neve, disa federata, jo më pak se 31 delegat, ka përfundu halo pa fillu. Regjepi ka treguar për Indoks sepse sipas tij, ajo që ndodhi në asamblenë e Kokut nuk ishte as normale siç akuzon ai, i ngjan edhe mbledhjes së kuvendit ku Kosovës ju mor autonomia një paralele. Krahasim as pak i lehtë për t'u thënë në publik. Sepse paraprakisht do të një 3 federata kanë kërku sipas statutit në kohën e caktuar që më fut edhe një pikë randi ditës shkarkimi i presidentit me gjithë bordin ekzekutiv. Në diçka do të thotë që ata kanë mujt paraprakisht me fut si randi ditës ose do të thotë është momenti tjetër kur shkon në kuvend atëherë delegat vendosin nëse futet edhe ndonjë pikë randi ditës apo jo. Prej frikës që ka mundësi do të çaja pikë randi ditës më fut atë, kjo është edhe para miratimit të randit të ditës, që do të thotë është një procedurë standard. Prej frikës do të që ka mundësi do më fut çaja pikë randi ditës dhe pastaj edhe më votu shkarkimin tyne, ata kanë vendosur do të më përdorë elemente prejanash, që do të thonë delegatë të cilët kanë drejt vote, në mënyrë për çdo eventualitet nëse vjen deri te votimi. Dhe kur momentin e parë do të thotë që janë kontestuar nga ish sekretari Kokut, që këta delegat nuk ka drejt të vote, ata kanë mbetur aty. Dhe për shembull drejtën tonë për me ful, ne kanë harxhu do të thotë në çat pikë, na i kemi jep argumentet pse ata nuk mujnë këta delegat, do të thotë mbas pari duhet mu evidentu kush janë delegat prezant, e jo e mjaftueshme presidenti me dalë me thonë aty për 100 që ka delegatëve, ku kanë që ka delegat, pastaj aty është një komision do të thotë për verifikim, në këtë rast na se po në komisionin, po e po për vetë presidentin, që është do të pa rregullt, është një diçka do që s'ka do të kaluar. Por fatkeqësisht, vitin e fundit ka filluar që gjithçka të shkojë mbrapsht, dhe kjo pikërisht lidhet prej ardhjes së Ismet Krasniqit, kryetari i Komitetit Olimpik dhe kryesisht prej ardhjes së sekretarit të ri Besim Aliti, nga se veç prej ardhjes tij e kemi një lloj paligjshmërie totale që po ndodh në Komiteti Olimpik deri në atë shkallë sa asambleja
e fundit e punës për herë të parë në historinë e Komitetit Olimpik është mbajtur në një ambient do të thoja që fare nuk i përngjan punës, mirë po në një ambient të udhëheqjes arrogante edhe ku ka mbretëru fryma e paligjshmërisë totale, kur kihet parasysh që në atë asamble kanë marrë pjesë fillimisht 5 delegat pa të drejtë vote prej 2 federatave, Federatës së Pentatlonit Modern dhe Federatës së Kalerimit Kosovës. Të 2 këto federata nuk kanë pas drejt të marrin pjesë fillimisht në votime, mirë po kryetari dhe sekretari i Komitetit Olimpik i kanë bërë si fakte të kryera para asamblesëve, fare nuk kanë desht as me na njoftu që ata kanë ardhur, mirë po pas reagimit të disa prej delegatëve se ka ushtuar 5 vota prej asamblesë zgjedhore deri tash, ku ndërkohë nuk e kemi pas në asamble që ne kemi shtuar numrin e votave ose të asamblesëve në Komitet Olimpik. Ata thonë jo kanë ardhur këto federata se këta janë konë antar të Komitetit Olimpik. Të qenit antar edhe me pas drejtën e votës janë 2 gjëra të ndryshme. Shasivar Haxhiaj është ish sekretari i Kokut. Edhe ai ka folur për Indoks për parregullësitë që i ka parë në Kok. Por para kësaj, ai kishte reaguar brenda vetë kësaj organizate sportive. U injorua. Pasi që në asamble u injorua, në një intervistë të gjatë për Indoks, Haxhiaj ka treguar se çka ndodhi në këtë mbledhje, pamje të së cilës për herë të parë ekskluzivisht i sjell Indoks. Çka sipas tij bën menaxhmenti aktual i Kokut në krye me Ismet Krasniqin për të vazhduar qëndrimin në pushtet? Komiteti Olimpik, ma konkretisht bordi ekzekutiv i kaluam, në vitin 2021 në janar i ka shpallë zgjedhjet në gjithë lëvizjen olimpike. Dhe në letrën që ju ka dërgu, kur kam prezent letrën këtu dhe mundeni me pas si dëshmi, në letrën që ju ka dërgu gjitha federatave sportive, është kërku që t'i mbahen kuvendet e rregullta zgjedhore se cilat prej federatave, t'u dërguan materialet me ku edhe njoftimet me ku edhe Komitetit Olimpik, po edhe Ministrisë të Sportit, dhe po ashtu zgjedhjet duhet jenë fair, demokratike, të rregullta, të pranuara prej Komitetit Olimpik të Kosovës, në të kundërtën, nëse këta nuk i mbajnë zgjedhjet, ose nuk i mbajnë zgjedhjet ashtu siç duhet, nuk do të jenë pjesë asamblesë zgjedhore. Këta nuk përjashtohen prej Komitetit Olimpik, po nuk munden me qenë pjesë në asamblenë zgjedhore të Komitetit Olimpik Kosovës. Dhe po ashtu kërkohet për gjitha federatave që t'i paguajnë obligimet që i kanë ndaj Komitetit Olimpik, sepse është vendim i asamblesë, edhe i parë edhe i dyti. Dhe këto 2 vendime të asamblesë është e obliguar me i implementu bordi ekzekutiv. Bordi ekzekutiv i ka implementu dhe gjitha federatat e Kosovës i kanë kryer obligimet edhe sa i përket kuvendeve zgjedhore, edhe sa i përket pagesës së antarësisë. Federata Pentatlonit Modern nuk ka mbajtur kuvend zgjedhor të rregullt. E
ka mbajt kuvendin, mirë, por nuk është pranu prej bordit ekzekutiv. I vetmi kuvend që s'është pranu ka qenë i Federatës Pentatlonit. Arsyet janë të shumta. Në atë kuvend kanë marrë pjesë njerëz prej rrugë, nuk kanë marrë pjesë delegatët e klubeve. Po ashtu në gjysmën e mbledhjes, ish kryetari ose kryetari i Federatës së Pentatlonit Modern, një numër prej 5 ose 6 delegatëve i ka qitë jashtë, ka thonë se ju s'po kuptojmë na pikajtin një ardhur, kush jeni ju? Pse keni ardhur këtu? Kush ju ka thirrë? Edhe në asamble kanë thonë na ka thirrë një drejtori i shkollës, një dikush, domethënë thjesht janë mbledh njerëz sa për të votuar aty për aty. Dhe në momentin që ata kanë dalë prej kuvendit Pentatlonit Modern, nuk ka pas korum për të mbajt asambleja. Dhe si pasojë, ai kuvend është boll i pavlefshëm. Dhe si i tillë nuk ka pas mundësi të marrë pjesë në asamblenë e Kokut. Ish sekretari i Kokut, derisa ka dhënë shpjegime për federatat të caktuara që votuan në asamblenë e kontestuar publikisht të Kokut, ka treguar edhe një herë që atyre u pamundësua që të bënin veprime të mëtutjeshme për këtë mbledhje. Kjo pasi që Koku i drejtuar nga Ismet Krasniqi nuk u dha video të mbledhjes, por këtë video i ka siguruar Indox. Që është më e keqja? Federata e Padelit ende pa u pranuar Komiteti Olimpik Kosovës për disa pika me radhë, të pas parasysh pikën e rendit të ditës kur është votuar dhe nuk më kujtohet për momentin në cilat pikë, për të dyat ka votu akoma pa u bë antar i Komitetit Olimpik Kosovës. Federata Padelit, ndërsa Federata Mundje Krash, derisa nuk është bë antar i Kokut, nuk ka votu. Mirë po, e keqja gjithë kësaj është që ato dy federata, edhe pasi janë pranuar në Komitet Olimpik, ato s'kan pas të drejtë vote. Më thënë, leje që ka votu para se me u bë antar i Kokut, kjo i bie si dikush më ardhë prej rrugë dhe më votu në asamble, edhe fare mos më ushqyrtu kjo, me pas të drejten, një federat pa kon antar i Kokut më votu, e më muhue drejta federatave që kanë dhënë kontribut azëm, si që është Federata Gjudës Kosovës, ku i ka dhënë 3 medalje të arta olimpike dhe gjitha federata tjera që e kanë lëshuar asamblen, dhe i bëhet një padrejtësi totale gjitha aty në federatave, atyre delegatëve, ndërsa voton një federat ende pa qenë antar i Kokut. Dhe po ashtu, të dy federatat, pasi pranohen, votojnë. Për këta ne kemi kërku me dhonë incizimet prej Komitetit Olimpik, videoja. Mirë po, ende njeve nuk na është dhonë zyrtarisht si mas kërkesës e delegatëve që të publikohet videoja. Ne edhe tash po kërkojmë që të publikohet ajo video, sepse kjo e dëshmon të vërtetën, tregon për votimin që e kanë bërë 2 delegatët pa të drejtë vote dhe 5 delegatët që falën më herë. Derisa këto video që mund të ekspozonin menaxhmentin aktual të Kokut, nuk ju dhan as delegatëve si shtregojnë Haxhia e Ismet Rexhepi, që edhe i kanë kërkuar. Indox se ka siguruar krejt video materialin e asamblejës së kontestuar të Kokut. Kjo është edhe një pjesë që menaxhmenti aktual nuk do të donte që ta shihte publiku. Indox e sjell ekskluzivisht për herë të parë. Të vetëdijshëm që bordi ekzekutiv i Kokut e ka të kryes pakun herë në vetë në organizuar të vend të punë. Janë të vetëdijshëm që bordi ekzekutiv e përpilon radhën e tij. Por vetë po shkruan statut do të thotë që nëse në një federatë sportive ka një kërkesë të krahas do një pikë në rëndësi, duke i arsyetuar kërkesën në drejtuar bordit ekzekutiv. O kon masa e rregullt kërkesa të tri federata, mi shqyrtujo. Pra në marrë vendimin që nuk ka arsye për brahik njëve se kena përru mirë. Në qëpar kene se këtë ala. Ideja se kryta, ato da njëve që jo përru ka qanë lidhe me numre në delegatë. Sekretari për të të sëtë, në kuptaj, nëse fundi të të njëri dhe të mësu, në që kemi mësu. Po më në fanë të që nuk ka procedurë, nuk e dim që shkela me për që të cërë. Po në që në bërë kene anë, në shpash, që në bërë kene, që në super për të cërë. Që në keni brava që të një antarë të bordit ekzekutiv, i të cilin në mënyrën ma perfekt dhe të ka regullu që qështë, e kwa me një tonë veçimi. I të cilin me një kuvat të punë së këtë që do,
pa paralajmëre se në ditë përpara, pa e lajmëru fare kryesuesin. Kryeministri ka thënë Kur'anin, po du mos besimin e federatës, e kryetarit për çdo bërë. Edhe ka hekë vëllë kryetarin e federatës për pungut ka vendu zëndin. A mund është të reaktori vëtë më në të shqyke voqa të ka të zëjë sekretari, që është të realizoshke. Unë e kësha vëtë më në kalëzu se qyshe ka voqa të dhe ku e nalë, me cëllën regullore të punët apo me statut e pungut, e nalë të dhe që proces. Dhe krejtë kjo, që që do të me mo, që që tash me alonë të cilë delegatët, për me vendosë si pikë rëndetizë apo jo. Për e një rëhallë, janë të që në pa. Po jo se kush ma shumë se s'kem kuptu. Se s'kuj, pa kja arru që në kërë e kalume, po në të tuni këna vojë që të se këna të ishme që stare të impoz. Ta është më tuni se jo në s'ki. Që se vota që të në shumisa e këmë këtë. Bravo, që ta është ti, da e këtë kërkesën. Nëse ju se këni posë këzimë në këtë rëndë në ditës, drejtanë, dhe në mocin, delegatëve për më vendosë. Nëse për vendosë të kjo në rëndë të ditës ajo. E mos të alëzat të shikë të këtë. A është dëshira juve shpërbombin e bordit të të me shuna të shpija, e ki fjallë? Jo. Nuk të ashtu. Unë Në bordit të shumë fjallë. Shka për të kalëzëmë? Jeti 50 plus 1 me shkrem, mush me ti asamblin një zakonshme, dhe të bitë të drejta të vota dhe shakojnë komplet bordit të këtë. Nëse ki, hajde Për parë për veçën, se dhe për një besimi në shasidore, unë dhe të që të besimi tjetër për me formaj veçën. Mos shko në skisi të blashtru, se ty të rrida duhet për kjena ndryshime në statut, dhe për të dhe shku të të që ka, për ndryshe. nuk është me të keni. Me s'ka sjetë dhe të pësoj në sjetë, me 50 por është ka timi me 50 kuka. Prandaj, ju duhet me anoncutë të delegatët, me vendosë, nëse dojnë me punë të randë të ditës, apo jo, çdo variant tjetër Ka një vejtë e proporcional të të ndalë. Brejta, që du të brejta. A që du bëmë sa brejta? Nëse bërë që të cërë, se të së të dhe. Ismet Rexhepi që kishte dhënë vrejtje të tij dhe po insistonte që në rendin e ditës me votat e asamblesë të vendosej se a do të nisej procesi i votëvesimit kundër Ismet Krasniqit. Nuk kishte ndalur me kaq ani pse dikush nga tavolina që e drejtonte mbledhjen i thoshte: "U krytash." Ai tutje në këtë video që e ka siguruar Indox tregon se si në kokë desh e lan jashtë mbledhjes së asamblesë dhe njeriun që me të cilin krenohet Republika, Majlinda Kelmendin. Hajde pone të shkon punë në të sësë qëpë, së i dëme sportë. O dhe ka, ti bashkë me të tjerë, jeni kujdes maksimum, që qëtë personin që to, e cila nga ka bëmë një mirë, as delegat të kuvandës s'kini desh pëllo. E ka një Majlinda Kelmendin. Dhe të s'kini desh as delegat të kuvandës me konë. Me në zinë të 5-4 e ka vjetë votat. Po apo menon që të qatë ditë të qëtësa që këti bojoa, po menon të të qërë që kuvati ka nuk kishtë nuk që shtosh, po ndaj, mos që të morat, mos bëri. Ju i në qëtër, nësë për këtë të stojnë këtë gjohë. Ama masja, me me të drejtë delegatën me vendosë për randin e ditë, se me vetë po këtë që më të mirati randin e ditë. E miratim si të tjilë, apo më të me shkjë të qëka tjetër. Se më mëri problem pa në bojë. Nga këto fjalime, tutje gjendja në mbledhjen e asamblesë së Kokut do të bëhej kaotike. Më shumë se sa 2 persona flisnin në të njëjtën kohë, por në fund menaxhmenti e bëri të vetën, e pamundsoj që të futej në rend të ditës, edhe mundësia që të kërkojë shkarkimi i tyre. Po e përdornin karrigën që ishin ulur në këtë mbledhje për të ruajtur karrigën e pushtetit në krye të Komitetit Olimpik të Kosovës. Këto zhvillime lanë jashtë organeve drejtuese të Kokut jo vetëm Majlinda Kelmendin, por edhe vetë Federatën e Judos. Federata që jo vetëm me Majlindën, por edhe me judistë të tjera, i ka sjell vendit shumë medalje. Këta janë emrat e njerëzve në bordin ekzekutiv të Komitetit Olimpik të Kosovës. Nuk është askund Majlinda Kelmendi. Nuk është as trajneri i saj Driton Kuka. Nuk është askush nga Federata e Judos. Indox i ka kërkuar që të intervistoj dikën nga menaxhmenti aktual i Kokut, ose të marrë përgjigje për çështjet që janë ngritur nga videot që janë transmetuar ekskluzivisht në këtë epizod, e pretendimet e të intervistuarve, por nga Komiteti Olimpik
U është pranuar vetëm një përgjigje që ata i kanë kthyer kohë më parë një personi tjetër. As në atë përgjigje nuk jepet sqarimi sepse në organet drejtuese të Kokut nuk është askush nga Federata e Judos. E lema që të ishte vetë Majlinda Kelmendi. Federata nuk është suspenduar nga asambleja, por nga bordi i Komitetit Olimpik. Ndërkohë që asambleja e fundit normalisht që ka qenë me disa shkelje statutare, ne kemi pas disa kërkesa paraprakisht në bazë të rregulloreve të Kuvendit të Komitetit Olimpik, të cilat nuk janë marrë për bazë nga bordi aktual i Komitetit Olimpik. Dhe në kodër tyre arsyeve një pjesë e delegatëve që ka qenë një numër i konsiderueshëm e kanë shu asamblejnë mas një periudhe kohore ku është por që nuk po respektohet statuti dhe nuk po respektohet rregulloria e Kuvendit. Ndërkohë që pjesa e suspendimit të Federatës Natë të Kosovës ka ardhur për shkak të një vendimit të KAS-it, që është Këshilli i Arbitrazhit Sportiv, që është brenda Komitetit Olimpik, e që ka marrë një vendim për ne të parësyeshëm, domethënë vendim skandaloz, duke urdhëruar Federatën në që të pranojë 6 klube me drejta të plota pa bërë një aplikim në federatë. Ju e dini që Federata Natë ka pas zgjedhje në vitin 2021, përkatësisht në mars vitin 2021, dhe nga ajo kohë deri tash asnjë prej klubeve të cilat arbitrazhi sportiv e sugjeron Federatën ose urdhëron Federatën që të pranojë, nuk është paraqit Federatë për të pranuar si antar i rregullt i Federatës. Të lashet me Komitetin Olimpik të Kosovës ka treguar për indoks edhe kryetari i Federatës së Notit, Asrit Haliti. Ai ka treguar që pos me Kokun, të lashe po kanë edhe me ministrinë që drejtohet nga Herullah Çeku. Domethënë me 10 maj ka ardhur vendimi. E njëjti vendim nuk është publikuar as në faqet të Komitetit Olimpik, ose nuk është publikuar në Facebook ose në rrjetet sociale, ku zakonisht i publikojnë vendimet, po të njëjtin vendim ne normalisht që kemi dërguar gjithë kuvendarëve të Kuvendit të Komitetit Olimpik, të gjitha mediave, në mënyrë që të jenë të informuar njerëz me ato që ka ndodhur dhe me ato që është ndodhur në kontinuitet, edhe për këto sigurisht që tash do të informojmë edhe Federatën e Evropës edhe Federatën Botërore, po edhe Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, në mënyrë që edhe ata të dinë se cila është arsyeja e saktë e këtij suspendimi. Ministria e Sportit i ka dhënë qysh më thonë një letër i ka dërguar KAS-it. Thonë njëjtën letër ne kemi kërkuar të udhëheqësi drejtorit të Departamentit të Sportit, i cili është 2 herë është kërkuar me email dhe nuk është kthy letra, ka qenë edhe në një emision direkt ku ka thonë që atë letër nuk jo japi asnjëherë edhe me pas 100 vjeta nuk e mojnë mend qysh kështu. Keqja është që ne nuk ju kemi drejtu personalisht askojt, i kemi drejtu institucioneve të cilat janë institucionet të gjithëve, njerëzve të cilët janë qytetarë të Republikës Kosovës. Dhe për të njëjtën normalisht që kemi kërkuar edhe nga sekretari i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, por ai njëjti ende nuk na ka domethënë nuk na ka ftuar që ta marrim letrën në të cilën është drejtuar ose të cila ju ka dhënë KAS-it. Ne dëshirojmë ta kemi letrën, nuk kemi paragjykime nëse letra është e falsifikuar ose është origjinale, por dëshirojmë ta kemi për shkak se është lëshuar nga një institucion publik. Në anën tjetër, çka përmban kjo letër? Që ta kemi qartë. Po letra realisht thotë që klubet i kanë plotësuar gjitha kushtet dhe kriteret, dhe çka nuk është punë e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit me paragjykuar nëse i kanë plotësuar ose si kanë plotësuar, si përndryshe ato do të licencoheshin ose do të regjistroheshin në Ministrinë e Sportit dhe jo në Federatën e Notit. Na jena shumë shqetësuar, do të thotë pse do të thotë Ministria po sillet kështu. Përkundër faktit që 3 muaj qarkullon një dokument i lëshuar pe Departamentit të Sportit, e të cilën e ka përdor KAS si një institucion i cili don drejtësi, do thotë është një gjykatë sportive, që përmes atij dokumenti realisht e kanë dëmtuar një federatë, e kanë dëmtuar Federatën e Notit.
Dhe përkundër faktit që edhe Federata Sportive, edhe vetë sekretari Ministrisë Përkatëse, kërkojnë nga zyrtari Departamentit Sportit, që ti pajis do të qëto institucione me qatë dokument, e jo që nuk pëndodh, por realisht ata dhe kanë guxim me thëmë kur s'ja vjapim. Edhe për neve është shumë shqetësuese. Çka të ndodh me këtë ministër të kësaj ministrie, që se ka fuqin me urdhnu një zyrtar të një departamentit të tij, që një dokumenti protokollum mos me kanë në dorë të Federatës Përkatëse në amën cilë të morë një vendim. Po ajo çka ka ndodhur në kuvend është e papranueshme, normal se është shkel statuti edhe është mohu dhënia e fjalës, domethënë u kaloi kem pika tjera pa ushtjer komplet argumenti për një paraprake, domethënë që kjo kon ajo që ne kemi kundërshtuar dhe kundërshtojmë, po është e vërtetë, normal që është e vërtetë, ajo është delegate e federatës tonë. Na si delegat federatës nuk jem pajtu me rrjedhën e kuvendit. Edhe normal që reagojmë. Për këtë mbledhje të asamblesë së Kokut që si rezultat federatën më të suksesshme atë të judos e la jashtë organeve drejtues të kësaj organizate sportive, Indox ka folur dhe me Agron Kukën nga Federata e Judos. Ai e thot krejt atë çka po ndodh në Kok, me pak fjalë. Normalisht në sport duhet marrë njerëzit meritor. Unë e di që demokracia përkundër të mirë drejta i ka edhe të këqijat. Se normal në sport duhet më shku me meritokraci. Në radhë fort duhet me pas vend njerëzit që janë meritor, e jo njerëzit që janë dyshimt. Tash unë e di që kanë bërë fushat që normal nuk i përket sportit a sportistave, e që na spajtohem, po vota e bënd vetën. Tash me vetë faktin që asnjë antar i bordit Komitetit Olimpik nuk është prej Judos, ta tregon realitetin. Dhe më thonë prej federatës ma sukses, nuk është asnjë antar në bord. Kuka, duke folur për Indox, konteston udhëtësinë aktuale të Komitetit Olimpik të Kosovës, pikërisht në faktin që sipas tij janë njerëz që nuk kanë dhënë kontribut në sport. I përmend edhe me pozita konkrete ata për cilët ka vërejtje. Mënyra që është bo, dhe fushata që është bo, edhe njerëzit që shën blej, edhe njerëzit që janë tash në bord, janë pa merit, janë njerëz jo meritor. Le të më tregojnë ata se cili veç e veç, çfarë kontributi kanë bo për sportin në Kosovë, atëherë unë jem në rregull. Mu për shembull para pak kohë, mu vetëm ka ardhur oferta për mu bo antar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Evropiane të Judos. Do më thonë, ma kanë bo ftesën në bazë të meritave. Edhe pse unë s'kom pas për shembull pretendime, po ftesë në sport shkon me meritokraci. Nuk po ndodh, absolutisht është e kundërta. Është e kundërta. Le të më tregojnë për shembull nën kryetari i parë i Kokut, çfarë merite ka në sport, çka ka dhënë, çfarë kontributi ka bërë. Realisht Federata Judos ka qenë tepër korrekt në asamblenë e punës dhe asgjë s'ka kërkuar prej kërkuj. Thjesht konsideroj që nuk ka majt krah, nuk ka pas krah në ato. Çka ka kërku Federata Judos ka qenë diçka normale. Ka kërku respektim të ligjshmërisë, ka kërku respektim të statutit, të rregulloreve dhe vendimeve të Kokut. Në të kundërtën, normal ka thonë që unë nuk jam pjesë nëse nuk respektuat statuti, rregulloret edhe vendimet e asamblesë. Të e pas parasysh këto, e ka lëshu asamblenë dhe Federata Judos, ashtu si që kanë lëshu edhe delegatët tjerë, por në total janë 31 delegatë që e kanë lëshu asamblenë, dhe ashtu si që tha, dhe me thonë Federata Judos pa dyshim është federata që i ka sjell më shumtin rezultate në historinë e sportit Kosovës. Kemi 3 medaljet arda olimpike dhe të 3 janë nga sporti judos. Mos flasim për medaljet botërore, evropiane, medaljet gjitha kategori tjera. Haxhiaj që dikur ishte sekretari i Kokut në intervistën për Indox ka folur për vendimet e paligjshme të kësaj organizate sportive tash.
edhe madje dyshime dhe për dëmtim buxheti e vepra penale. Realisht, këto vendime në asambleje që janë marrë të paligjshme kanë kriju një situatë paligjshmërisë totale në Komitetin Olimpik, sepse janë votu raporti punës, raporti financiar, raporti auditorit, plani i punës për vitin 2022, plani financiar dhe gjitha janë votu me vota të paligjshme. Dhe në këtë rast kemi kërkuar përsëritje të asamblesë dhe prap kërkojmë përsëritje të asamblesë për të kthyer ligjëria, për të marrë pjesë në asambleje vetëm delegatët që kanë të drejtë vote. Dhe kërkush nuk është kundër të votohen raportet edhe planet për vitin e ardhshëm, mirë po ne duam që gjithçka të shkojë në mënyrën e lehtëshme dhe jo në mënyrë të paligjshme. Ndërsa sa i përket dëmtimit të buxhetit, ka të bëjë më shumë me një proces paraprak që ka ndodhur në Komitetin Olimpik dhe që është hera e 5 më duket nëse s'gaboj, që është bë kategorizimi i sporteve në Komitetin Olimpik, prej Komitetit Olimpik, natyrisht, dhe ku janë favorizuar disa prej federatave të afërta me kryetarin e Kokut dhe disa anëtar të bordit, me poena, me pikë, cilat kanë pasoja edhe ligjore, sepse ato direkt e implikojnë ata që i kanë ep ato pikë, komisionit në këtë rast, edhe bordit ekzekutiv në vepra penale. Keqpërdorim i buxhetit, dëmtim i buxhetit, keqpërdorim irregullor, shkelje rregullores të kategorizimit sportev dhe një sër vepra tjera penale që munden me ju numëru prej organeve përgjegjëse sa i përket kësaj pike. Në këtë ngjarje, Ministri i Kulturës, Rinisë së Sportit Hajrullah Çeku shfaqet bashkë me presidentin e Kokut Ismet Krasniqi. Indoks ka pritur për 2 javë për të marrë një përgjigje nga ministria që ai e drejton për vretjet e akuzat që janë ngritur për Kokun. Por askush nga kjo ministri nuk ka dashur që të japë intervistë e as përgjigje më shkrim. Na e dim që prej kur kanë ardhur këta persona në Komitetin Olimpik, e duke gjetë për kraje, do të thotë edhe në Ministri të Sportit, konkret zavac ministrën, e cila brutal, do të thotë, po ndërhyna për federata, pe favorizon këtë bord ekzekutiv edhe kur bëvan shkelje, realisht na po menojna do të thotë që duke marrë parasysh që në fillim ministri është arsyetuar që i ka do probleme, s'ka pas kohë më marrë shumë edhe me degën e sportit, sa i ka 3 dega atje dhe kulturën dhe tjerat, rinin, po durën zemrë dhe vetë qeveria, që tashti do të me meno mirë, se qëfar fitimi ka me pas do të thotë prej kësaj sjellje të Ministrisë së Sportit, për me zavac ministrës, Departament Sportit, Komitetit Olimpik dhe Kosit, për me pas për me përjetu do të të momente jo të përshtatshme, në kohën më të përshtatshme për sportin. Shasivar Haxhiaj për Indoks ka treguar se si menaxhmenti aktual i Komitetit Olimpik të Kosovës, i drejtuar nga Ismet Krasniqi, e për të cilin po hesht ministri Hajrullah Çeku, edhe as denoncimeve publike për të, e ka organizuar asamblenë e fundit e komitetit. Se si i bëri vota që të mos nisej procesi i votbesimit kundër tij, se si ula jashtë Federata e Judos, e pashmangshëm ula jashtë pozitave drejtuese vetë Majlinda Kelmendi. Ka të bëjë me formën se si u dhan pikat e federatave, pikë që u japin fuqinë e votës, që sipas tij në këto vendime ka shkelje drastike. I kemi rastin e Federatës Skitare të Kosovës, ku ja kanë dhënë 14 poena, 14 pikë më tepër se sa që i takojnë. 10 pikë më tepër se që i takojnë ja kanë dhënë vetëm kur ka të bëjë pjesëmarrja e sportistit në lojra olimpike. Në këtë rast, Federata Skitare, qysh ka qenë më herët, ka qenë e kategorizuar në kategorinë C. Automatikisht, me 10 pikë edhe 4 tjera që ja kanë dhënë në mënyrë të paligjshme, me 14 pikë ka hyrë në kategorinë B. Kur konsiderohet pika 1.500 euro është pika për kategorinë B, e 1.200 euro për kategorinë C, nëse i mbledhim piket e mahershme ose piket meritore edhe piket tjera që i kanë bërë, 38.500 nëse nuk ka bëj në shifra, janë më tepër pare paligjshme që ju kanë dhënë vetëm Federatës Skitare. Dalim te Federata e Sportit Shkollor, që është po ashtu një prej federatave të afërta me Ismet Krasniqin, që e kanë mbështetur vazhdimisht dhe që paligjshëm ja ka dhënë në këtë rast
7 pikë të statusi i federatës, të njohur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, sporti i secilës nuk është në programin olimpik, vlerësohet me 17 pikë. Pra, që këta ja kanë dhënë 17 pikë Federatës së Sportit Universitar, Sportit Shkollor edhe Federatës së Punëtorëve Sportiv, sepse organizatat e tyre nifen nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, ndërsa rregulloria është shumë e qartë. Këtu thotë të njohur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, sporti i secilës nuk është në programin olimpik. Edhe e fundit është Federata Kombëtare, e cila është anëtare e federatave ndërkombëtare të njohura nga GAISF, vlerësohen me 11 pikë. Këta do është të që kjo kategori me qenë, mi morë ka 11 pikë dhe jo ka 17 pikë. Dhe të 3 federatat, me thënë që në total bojnë 18 pikë ma tepër, ka 1.500 euro për se cilën, përveç kësaj sportit universitar ju kanë dhënë edhe 3 pikë a 4 pikë tjera që janë prapë paligjshëm, thjesht favorizim për ato që nuk i ka arrit. Në total, shuma që është dëmtu buxheti i Ministrisë të Sportit është dikon 80 deri 100.000 euro. Mos më fol përmendësh, duhet ndoshta me bëni një kalkulim, këto mundeni me bëu edhe jo, po këtu janë të kategorizimi që kanë ndodhur në mënyrë të paligjshme prej Komisionit edhe Bordit Ekzekutiv. Ismet Krasniqi drejton me Komitetin Olimpik të Kosovës tash më shumë se një vit. Pa u bërë as një vit në mandat, i kishin filluar të lashet, atësa deshen të nisnin një proces votbesimi kundër tij. Ata që deshen të nisin këtë proces, tash e akuzojnë për veprime të paligjshme dhe nuk ndalen vetëm aty. Në intervistat për Indox, personazhet e këtij emisioni përmendin edhe keqpërdorime buxheti, dallavere me mënyrën se si u bën antar më të drejtë vote federatat të caktuara e nuk kursehen të përmendin as veprat penale. Vetëm mbledhja e asamblesë së Kokut po i kontestohet. Dyshimet janë rritur edhe më shumë pasi që Koku refuzoi që t'u jepte videot e kësaj mbledhje delegatëve. Pavarësisht tendencës për t'i fshehur këtë pamje, Indox ka arritur që t'i sigurojë këto video. Ato ngren dyshime se si u votua dhe nga kush u votua. A patën të drejtë votët të gjithë ata që ngritën duart? A ishin aty vetësa për të shpëtuar Ismet Krasniqin dhe menaxhmentin tjetër të Kokut nga shkarkimi? Tregojnë se si nga Koku u largua edhe krenaria e sportit kosovar dhe jo vetëm Majlinda Kelmendi. Derisa në Kokë që udhëhiqet nga Ismet Krasniqi heshtin për t'ju përgjigjur akuzave që po ju bën, njëjtë kanë bërë edhe në Ministrinë e Sportit që drejtohet nga Erullah Çeku. As kjo organizatë sportive, as ky dikaster i qeverisë nuk ka pranuar që të komentoj për Indox. Pavarësisht heshtjes së tyre, personazhet e këtij emisioni po paralajmërojnë që do të vazhdojnë betejën e tyre, siç thon ata për të vendosur ligjshmëri. A do të mund të arrijnë këtë? A do të mund që së paku të kthejnë në pozita drejtuese të Komitetit Olimpik federatën më të suksesshme, ato të judos? Apo për një karrige pushteti në krye të Kokut, do të vazhdojnë që të lënë jashtë pozitave drejtuese aty, Majlinda Kelmendin e judistë të tjerë? Se për mua është i papranueshëm, me u përsërit kuvendi, me organizu, se nuk është ajo kur fare atim problemi për me respektu. Unë e di që ata kanë bërë për puna e disa votave, disa federatave që janë faktikisht veç fantome, federata inexistente, se na normal që e përkrojmë për hapjen e çfarë do lloj sporti ose edhe integrimin e sportit në Komitet Olimpik, po jo me çdo kusht. Realisht ne do t'i njegum gjitha rrugët ligjore. Përgjigje për asamble e kanë bënë një përgjigje që kanë thonë jo gjithçka ka shku në rregull, mirë po ne kemi kërku që me dëshmu këtë që ka shku në rregull, kemi kërku me publiku videoja cila dëshmën të kundërtën e asaj, mirë po ata nuk kanë guxim me publiku videon sepse e dinë gabimet edhe paligjshmëritë që kanë ndodhur në atë asamble dhe përderisa ata e kanë përjashtuar edhe të gjitha mediat prej asambleje, i kanë përjashtuar me qëllimin e vetëm që mos të shohin se çfarë po ndodh në asambli. Nga se Komiteti Olimpik ka pas një traditë të jashtëzakonshme ku asambletë zgjedhore po edhe asambletë e punës kur kanë pas interes mediat, gjithherë kanë qenë live të transmetuara. Janë transmetuar edhe në Kosova Press, janë transmetuar edhe në faqet e
rrjetet sociale të Komitetit Olimpik, mirë po edhe kur media tjera kanë pas interes me transmetu live. Pra asnjëherë mediat nuk ka qenë të privuara për pjesëmarrjes në. Kjo ministri o ka prej dikuj, na për vete nuk jem qatë zot me ditë pe kujt. Interesat të kujt janë krejt qëto që ndodhen gjithë këto paknaci dhe shkelje të statuteve dhe regulore me cilat na punojmë edhe kërkush nuk reagon. E këtu ma shumë i kuptojmë bordin ekzekutiv, janë disa personat parancishëm. Për momentin do thot, përmes ndërhyrje brutal që i kanë bërë, se ata nuk kanë orë në rrugën e drejtë. Ku mës me përmenë në për shembull asësh gjuna. A di gjuna për vole që judo më e linda mës me konë do thot në komitetin Olimpik. Federata judos, e cila e ka obligu do thot një disa ushtarë rusë me najtë gadito, me respektu plamurin e Kosovës, dhe ata nuk janë. Pse s'janë? Sepse këta personat që janë aty ishin kujdes me ku që ata mos me mujtas në kuvend dhe statusin e delegatit mos me pas.